Në Ballkanin Perëndimor, vendi me rritjen më të lartë ekonomike është Kosova me 3.7% e pason më pas Shqipëria, ndërsa të gjitha vendet e tjera kanë një normë rritje më të ulët se sa ajo e vendit tonë. Por cilët janë faktorët që do ndikojnë nga dalësimin e ritmeve të rritjes së ekonomisë sonë këtë vit? Banka Botërore vlerëson pasiguritë e shtuara nga lufta në lindjen e mesme, e cila më pas do të shkaktojë një krizë çmimesh në aspektin energjetik që do të reflektohet më pas edhe në zinxhirët e furnizimit. Ndërkohë, një faktor tjetër me ndikim negativ në ekonomi është edhe tkurrja e fuqisë punëtore, si pasojë e emigracionit të vazhdueshëm, por edhe plakjes së popullsisë. Përballë kësaj situate, Banka Botërore sugjeron për qeverinë shqiptare disa masa. Ato kanë të bëjnë me përshpejtimin e reformave të integrimit, me investime në kapitalin njerëzor, investime në infrastrukturën digjitale dhe mobilizim të kapitalit privat, me qëllim nxitjen e investimeve, por më shumë lidhur me këtë çështje, ndikemi material të përgatitur nga kolegu Mario Brakaj dhe rikthehemi. Banka Botërore parashikon se rritja ekonomike e Shqipërisë këtë vit do të ngadalësohet nga 3.7% që ishte. Institucioni më i lartë monetar në botë vlerëson se zgjerimi i prodhimit të brendshëm bruto të vendit do të jetë vetëm 3.4%. Ekonomia e Shqipërisë vjen të tregojë qëndrueshmëri, por rritja këtij momenti kërkon reforma të guximshme strukturore. Rruga përpara është e qartë, përshpejtimi i reformave drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian, me më shumë investime në kapitalin njerëzor dhe infrastrukturën digjitale, si dhe mobilizimi i kapitalit privat do të nxjisë investimet, krijojë vende pune dhe do të përshpejtojë konvergjencën me Bashkimin Evropian. Për shkak të pasigurive dhe frikës për një krizë çmimesh në aspektin energjetik që mëtej rrezikon të përcillet në të gjitha hallkat e zinxhirit të furnizimit, Banka Botërore ka ulur parashikimet për rritjen ekonomike për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Shqipëria mbetet një ndër vendet e rajonit me emigrimin më të lartë për frymë dhe ata që qëndrojnë përballen me pengesa të vazhdueshme në tregun e punës. Kujdesi dhe përgjegjësitë familjare mbajnë gratë jashtë këtij tregu, veçanërisht grup mosha 25 deri 54 vjeç, ndërsa papunësia tek të rinjt është në nivelin 21.5%, mbi mesataren e Bashkimit Evropian, që është 14.7%. Në vlerësimin që ju është bërë ekonomive të Ballkanit Perëndimor në raportin e pranverës 2026, rritjen më të lartë vlerësohet se do ta ketë Kosova, ndjekur nga Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut e Malizi, për të vijuar me Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën. E për të folur më shumë mbi raportin e Bankës Botërore gjendjen e ekonomisë sonë, por edhe rekomandimet që jepen për Shqipërinë në kuadër të ndikimit të luftës në Irak që është ndruar tashmë në një shqetësim global, kam kënaqësinë që të kem në studio në një bisedë në A2 Business zonjën Angela Montfoucault, është ekonomiste e lartë për Shqipërinë nga grupi Bankës Botërore. Mirë se erdha Angela. Thank you. Keni publikuar këtë javë raportin për ecurinë e ekonomisë në Ballkanin Perëndimor. Cilat janë disa nga mesazhet kryesore për politikbërësit shqiptar, por edhe për publikun e gjerë? No, first of all, thank you very much for having me. We're happy to have this discussion with you. So indeed, we published our biannual Western Balkan economic update this week.